ajo që po bëhet atje. Qoftë edhe në aktivitetin e përditshëm politik partisë. Dhe ne flasim që ky person por i vjen me zërin e lartë të luftës kundra korrupsionit dhe ka bërë një korrupsion që mendoj do të zgjojë edhe organet e hetimit në Amerikë me 99%. Intervistën tjetër mund të jemi në pikën që do të themi se shuma është e tillë, që është shumë e lartë se lobingjet normale, e dyta lobing me offshore edhe me fundacion janë lobingje ku fshihet, ku mbahet anonim dhuruesi. Ligji i partisë politike Shqipëri nuk e lejon. Kështu që ato hetime atje do na ndihmojnë ne për të pasur prova për ligjin shqiptar. Ato që nuk e parashikon ligji amerikan të rast, ligji shqiptar e merr për provë edhe vazhdon. Dhe ne lam pa dënuar lobingjet e mëparshme, pra vetëm Meta është për një lobing sot, edhe për të tjera bashkë në gjendje arresti, të tjerë kanë shfutuar. Dhe ajo fjala e madhe amerikane që krimi përsëritet kur nuk do shkohet, ka gjetur vend pikërisht këtu. Tani zë ishte çudi, po të isha diku në drejtësi, aty ku duhet, këtë parti në bazë të ligjit do të ishte bllokuar komplet, letitën përpjet, ta kanë frikë në moment reagimin politik, pra e shkelin ligjin dhe tolerojnë nga frika e reagimit politik se ky destabilizon dhe partia ti destabilizon situatën. Ta destabilizojnë. Pra pala tjetër thoni, nuk e... Për palën për dënë e Berishës. Po. Le ta destabilizojnë. Një parti e përfunduar në band, në palikshmëri, në egërsi, në krime, që do të vinë pushtet me parat e krimit dhe me dhunë edhe me forcë, nuk i shërben Shqipërisë. Përkundrazi është target nga shqiptarët e ndershëm për të përballuar, pra shqiptarët e ndershëm duhet përballen me këtë parti dhe me PS-n, me këtë establishment, se janë dy si motra që përbëjnë establishment, midis të ardhmes dinjitoze të shqiptarëve, domethënë, midis tyre të ardhmes dinjitoze që ndron ky establishment, për ДПС, si do të kalohen? Ku ligji nuk funksionon tani. Nuk po funksionon, se ligji ka një sovranitet i quhet, përveç se në anën juridike është që sovraniteti duhet burohet nga ligjit, burohet nga ato të cilët përgjigjen për ta bërë të ligje, për të zbatuar ligjet e tjerë, po ka një vetë veprim. Pra nuk ka më urdhër. Në momentin që ndodh diçka në rrugë, një krim, polici në mënyrë instinktive është servitur t'i bindet ligjit. Është dhe i gjykatës në atë moment. Tani me gjithë zallamahi që është bërë, SPAK-u duhet të reagoj kryesisht.